Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Zamira Sinaj ka zhvilluar takime me organizatat socialiste të zonës të Kishkombinati në rajonin numër 3. Kandidatja Sinaj thot se patëm një bisedë të hapur për çështjet që i shqetësojnë dhe hapat që po ndërmarrim për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në zonë. Është diskutuar gjithashtu edhe për ecurinë e mëtejshme dhe të takimeve që do të zhvillohen gjatë kësaj fushate elektorale me banorët e rajonit numër 3 për të prezantuar programin e Partisë Socialiste, por edhe për të kërkuar votën, me qëllim që të arrihet suksesi në 11 maj për të marrë mandatin e 4 qeverisës, mandatin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vazhdojmë të palodhur, thot kandidatja Sinaj në postimet në rrjetet sociale, gjatë takimeve të zhvilluara në organizatat socialiste. Po ashtu, kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në Kuvendin e Shqipërisë, Zamira Sinaj, e ka nisur këtë të shtunë me një takim me kolegë të saj të Fakultetit të Ekonomisë. Në takime dhe ish rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesor doktor Albert Qari, si dhe pedagog me të cilët Sina ka ndarë shumë vite bashk, ku së fundmi ishte edhe dekan e Fakultetit të Ekonomisë. Diskutimi vlefshëm mes kolegësh të Fakultetit Ekonomik, ide, eksperienca dhe shumë buzëqeshje, thot ndër të tjera kandidatja Sinaj.